People say I'm crazy. Just let them talk, but I really don't mind. You know, for me it's all a different story. Because I found what is so hard to find. Crazy about you, feels so good. I'm just crazy about you. E mira e njerëzve është jeta. E mira e jetës është puna. Të paktën kështu thohet nga Leo Tolstoj. Do ta zbërthejmë se kuptimin dhe vlerën ka kjo thënie me Efrosini Ismailaj. Faleminderit që jemi bashkë. Faleminderit ty Viola për ftesën. Jemi në një takim të një podcasti që flasim shumë, ndoshta flasim dhe ato që nuk i themi në të zakonshmen, por që zgjedhim t'i flasim jo vetëm bashkë, por më gjerë se kaq. Me shikues, me miq, me dashamirës. Absolutisht. Kush është Efi? Atëherë, Efi është një vajzë e thjeshtë, e cila po përpiqet të bëhet dikush në jetë. Pra, studion, punon në të njëjtën kohë dhe është sa më pranë familjes. E nisa me një vlerë, ndoshta edhe sociale dhe morale në të njëjtën kohë, se thash që ne kemi të mirën që e shijojmë dhe jetojmë, vetë jetën. Por edhe jeta ka disa puzzle, disa faza në të cilët duhet të kalojmë. Qëllimi që unë të kam në podcast është pikërisht se Efi përveç se një vajzë simpatike dhe juve mund të mjetni konfirmimin, është edhe një vajzë me vullnet, pune, por edhe ambicie të largët për veten e saj. Në këto momente të jetës tënde, si ndihesh? E motivuar, e lodhur me shkollën, me punën, me përgjithshmërinë? Atëherë, do thoja e lodhur ka ditë që lodhesh, por ndër këto ditët ku ti lodhesh ka dhe ditë që janë ditë shprese për të ardhmen, për të bërë dikush. Kur je lodhur, e dorë? Jo, absolutisht. Ka ditë që them që sot nuk do ta bëj këtë, por kujtohem që janë ato ditët që kjo lodhja do më motivoj për të ardhmen. Do më motivoj që të bëhem më suksesshme në jetë. Ka në të pajgjumë që kujdojnë ndodhë. Absolutisht. Ati që është dikushi, ati që kërkon të bëhet dikushi, në rastin konkret, ka në të pajgjumë dhe thua pse po e bëj këtë. Aja vlen baraqiran, aja vlen gjithë ky rrugtim, sakrifica, mund, lodhje, sukses, lek, fam të gjitha bashkë. Po ti pse po e bën gjithë këtë paralelisht, në kohë që ne jetojmë Efi, për të qenë edhe më realist, nuk është ndonjë gjë jashtëzakonshme, edhe të punosh, edhe të studiosh, brenda vendit, jashtë vendit, domethënë si të vis situata. Por në thelb ngjelet sakrificë. Absolutisht. E bën për të ndihmuar familjen, e bën për të ndihmuar veten, për ta parapërgatitur me terrenin kush do jetë Efi nesër, e bën për të ardhura materiale, domethënë në fund të ditës kush është gjëja që e justifikon? Atëherë, unë këtë gjë e bëj për të bërë dikushin të ardhme, për ndihmuar Efin të përballet me gjërat që vinë. Absolutisht që e bëj dhe për ndihmuar familjen. Për të pasur të ardhurat e tua, për të siguruar. Është edhe një lloj pavarësia që të bën krenare. Po, absolutisht. Se duhet të thënë që Efi i të dashur shikues, që të bëjmë edhe prezantimin për gjithë ju, dhe për të përcjell modelin e një vajze që studion në të njëjtën kohë, dhe Efi studion për stomatologji, në çfarë viti? Viti 3. Viti 3 në Vlorë. Në Vlorë. Në Vlorë. Dhe në të njëjtën kohë punon pranë njerëzve në marrëdhënie me publikun, duke i orientuar edhe duke qenë më afër me sugjerimet në rast nevoje. Paralelisht, të dyja duan durim, të dyja duan kohë dhe të dyja duan disiplinë. E vërtetë. Si ndihesh tek puna? Marrëdhënia me publikun ka për të thënë. Po. Marrëdhënia me publikun më ka ndihmuar që
të flas pa dorashka, të jem me hapur me njerëzit, të mësoj shumë gjëra. Vërtet shumë gjëra. Stomatologjia nuk ka lidhje faktikisht. Ka, se ngelen njerëzit, targeti është për njerëzit, por që prapë, do me thënë, tek e fundit, unë do vite si stomatologe, sepse kam domosdoshmëri për të ardhur e për të marrë shërbimin. Por edhe këtu një farë shërbimi, çfarë ke parasysh ti në pjesën më të madhe kur je në punë, Efi? Atëherë... Çfarë kod dietik, ose si është Efi me njerëzit? Atëherë, Efi me njerëzit është shumë e komunikueshme, shumë e sjellshme. Dukesh dhe shumë serioze të paktën në kontakt të parë, shumë e përgjegjshme ta përcjell të gjitha këto vlerat në kontakt të parë. Kështu je dhe realisht në jetën tënde të përditshme? Po. Ka që përgjegjshme, ka që përgjegjshme. Në këtë ka marrë akoma rryma e moshës. Shiko, rryma e moshës. Unë mendoj që jeta më ka bërë të pishem pak më shpejt. Me gjatë që kam kaluar, punë e kam filluar gjithashtu në një moshë shumë të re, kështu që më ka bërë, do me thënë, sa vite ke qenë në kontakt me punën? Atëherë që kam në kontakt me punë 14 vjeç që kam filluar punën. 14 vjeçë? Po, edhe deri sot që jam 22, asnjë ditë, do me thënë. Pse e ke marrë nevojën, e ke marrë paraprakisht të gjithën këtë barën e punës? Se 14 vjeçë, 23 që jemi momentalisht, janë goxha vite relativisht. Po, realisht. Pse e ke ndjerë këtë nevojë? Atëherë, unë e kam marrë të hap kaq të madh për të qenë e pavarur. Nuk kam dashur, do me thënë, që të kem, do me thënë, nevojën për të shtrirë dorën te dikush. Thjesht kam dashur që të jem e pavarur nga të gjithë. Është pjesa që absolutisht familja do të ndihmoj me sa ka mundësi, por... Të kanë mbështetur? Absolutisht. Të kanë mbështetur në zgjedhjet që ke bërë për punën? Familja ka qenë një nga mbështetësit e mi më të mëdhenj dhe është dhe sot e kësaj dite. Në çdo hap që ndërmarr, janë krah meje, po, absolutisht. Ka pasur në një moment divergjence në lidhje me vendimet e tua, Efi? Po, ka pasur, por jam munduar që... Je ti komfort në këtë rast, apo vazhdon dhe këmbgul ti që arrin qëllimin që do, apo të rriqen ata? Do të thënë si funksionon? Këmbgul unë që të arri atë që dua, gjithmonë. Do të thënë ka qenë mirë kuptimi. Po, absolutisht, siç thash, janë gjithmonë krah meje, pavarësisht çdo gjëje. Në çdo lloj vendimi që marr, në çdo hap që bëj, janë ata që më mbështesin. Herë janë kundra, herë janë pro, po absolutisht që janë aty për mua. E nëse bëjmë krahasimin me bashkëmoshatarët e tu, të njëjtës moshë, ose ndoshta edhe më të vegjël, kemi bërë raste të afërm apo edhe në rrethin ton shoqëror që studiojnë, por pretendojnë të ardhurat t'i sigurojnë në fund të muajit dhe t'i përballojnë studimet nga familja. Gjithë barën e përgjegjësisë ja lën familjes. Me ty nuk po ndodh kështu. Ti po ndodh që në një moment të caktuar madje edhe të ndihmosh familjen me çfarë mund të marrësh. E ndjen veten më të rritur, më të përgjegjshme atë çka përcjellëm dhe më parë. Je rritur më shpejt? Po, siç e thash, jam rritur më shpejt. E ndjen këtë diferencën me bashkëmoshatarët? Absolutisht. Absolutisht. Sepse domethënë ka domethënë njerëz që shoqërinë time më saktë. Janë domethënë dhe në shkollë, i mbështesin prindit, janë po, është vërtet, do me thënë, kanë ato planet e tyre. Do me thënë, do marrojnë shkollën, do venë në kafe, kur është fundjavë, dalin, ndërsa unë për shembull jam... Ti të ka privuar? Absolutisht. Shiko, unë nuk është se nuk kam bërë qefet që kam dashur. Absolutisht, ka qenë një moment që e kam gjetur kohën dhe e kam shijuar në maksimum sa kam mundur. Por që puna mendoj të mbledh si person, të mbledh si njeri, të çon përpara përgjegjësive, të bën më të përgjegjshëm, Nuk mendon se do të vi me fazën e jetës kjo rritja emocionale apo pjekuria emocionale dhe për momentin ti të shijosh atë që është e jotja? Do me thënë deri diku, nuk mendon se puna të
të themi, po të merr atë kohën e rinisë tënde? Gjithmonë në thonjza, metaforikisht. Absolutisht. Shiko, unë mendoj që çdo gjë ka kohën e duhur dhe kohën e vet. Absolutisht që ndoshta, domethënë, më ka privuar, më ka marrë këtë pjesën e rinisë, të kohës së lirë. Po, të kohës së lirë. Fiks, kohën e lirë. Të vjen natë këtë them unë tani që unë Efi mbarova punën edhe do ikte me miqësi. Po. Atëherë, nëse marrim në vija të përgjithshme, unë mendoj që më ka forcuar si person. Më ka forcuar si person. Absolutisht që do vi një moment që ndoshta them këtë nuk e kam bërë, këtë nuk e kam shijuar, por në të ardhme, kur unë të kem atë kohën time të lirë, kur të kenë mbaruar të gjitha këto gjërat, kur unë të jem dikushi, do e bëj. Më kupton, nuk do privohem që ta bëj këtë gjë, sepse do t'i kem, le të themi, gjërat në rregull. Po fiton kohë. Po fitoj kohë. Ti shijosh ndoshta në një moment që i e pushtetshëm monetarisht edhe më mirë. Ka pasur modele, kritika, ose kur ulesh me miq të tut, mikesha, studentët e të njëjtës departament që thonë, o Efi, po ngelen punë. Po, absolutisht, do me thënë sidomos pjesa e shoqërisë, kanë thënë që nuk e ko të dalësh, je në punë, është me thënë, kjo gjëja, por që, o them që në momenti që do gjej kohën, absolutisht që do vi, do ulen, do bëj një muhabet, një kafe, ose për shembull, më thonë për shembull që pse vazhdon këtë punë ndërkohë që studion për këtë lloj dege, por që unë mendoj që pjesa e recepcionit më ka bërë domethënë që të përballem me njerëz të ndryshëm, me gjuhë të ndryshme, me kultura, me reagime të ndryshme, me kultura të ndryshme, dhe kjo më ka bërë të mësoj shumë nga njerëzit. E ke humbur turimin në një moment? Absolutisht. Në këto vite pune, si reagon zakonisht kur ndodh? Ose kush është limiti yt që nuk duhet prekur aty? Shiko, është e vështirë të merresh me njerëzit. Është shumë e vështirë, domethënë në të gjitha llojet të departamenteve të... Pse nuk e beson që është e vështirë të merresh me njerëzit? Është shumë e vështirë. Jo vetëm kur je në punë, jo vetëm dhe në një kontakt të përditshëm. Në përgjithësi me njerëzit, absolutisht që vi një moment që çdo gjë ka një lloj limiti, por që Efi përpiqet domethënë që në momentin për shembull Viola më arrin domethënë atë limitin, Efi përpiqet që të mos ta shpreh në sy të Violës. Edhe e mban pak veten, dhe vjen një moment pastaj që Viola nuk është dhe Efi shpërthen. Në eshti, ose me redin të dëngusht. Po, absolutisht. Si i prish lekët në fund të muajt? Atë lekët në fund të muajt. Për të pjesë, me këto skincare, me këto çështjet estetike, si ke marrë? Jam shumë. Të ngelet gjë është ideja? Po, absolutisht. Gjithmonë kam diçka që e heq për vete time, që më ngelet absolutisht. Po si që ti skincare, jo po do dalesh një kafe, kjo, ajo, absolutisht që... E do dhe e ndjek, po besoj se pa tjetër nuk është edhe pyetja e duhur, e do, se kush nuk e do të bukurën edhe modën, por je e obsesionuar pas saj? Atëherë, obsesionuar, nuk do thoja obsesionuar, më pëlqen ta ndjek, absolutisht, por që jam tek e thjeshta. Jam, sa me thjesht të jesh, aq më mirë është, mendoj unë. Pse? Sepse, shikoj domethënë njerëzit që janë domethënë... Shumë bashkëmoshataret të tua, Efi, janë me pamjet rinie, por të rritura në moshë. E kam bërë këtë zgjedhje, ndoshta edhe për shkak të... ndoshta të trendit, nuk e di. Si i gjykon? Atëherë... Si gjykon trendin, jo ato? Po, atëherë për mua nuk është se... Unë nuk i gjykoj, domethënë bashkëmoshataret, ose kur i shikoj. Absolutisht që më bëhet qefi. Kur shoh një vajzë që është e mbajtur, e bukur, domethënë sepse e bukur vlerësohet. Më bëhet qefi për gocat, realisht. Për mua, do të them, vajzat duhet të jenë sa më lart, të jenë të pavarura, të jenë vetja e tyre në çdo gjë.
ka të bëj shumë. Me këtë qasje mendësie, kush të ka ndihmuar? Kush të ka motivuar? Pikërisht për këtë pavarësinë e femrave, e grave në përgjithësi, se besoj është një frymë që merret që nga familja. Absolutisht. Është një model që merret në brumësim dhe pastaj vijon me sistemin. E tillë është dhe familja, kush nga pjesëtarët e familjes të kanë mbështetur më shumë për që Efi e pavarur, e zonjë e vetes, por gjithmonë krah me ta. Atëherë, prindit për mua kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në jetë. Ekstrem të rëndësishëm, nëse për shembull... Më the që je vajzë e babit. Po, jam vajza e babit dhe më thënë, babin e kam krah në çdo gjë. Më thënë, babi për mua është realisht, do me thënë, gjëja që unë do me thënë, nuk ta shpjegoj dot me fjalë se sa mirënjohëse jam ndaj tij, që jam kjo që jam sot, që jam kjo Efrosini. Edhe mami është më ka mbështetur shumë, sidomos në ca vendime do me thonë që më janë dashur të marr, por edhe në gabime. Do të thënë ka qenë një moment për shembull që nëse unë kam bërë një gabim të madh, ajo më ka mbështetur, më ka thënë që shiko se do rregullohet, do ta gjejmë zgjidhjen. Edhe papi, por që pastaj këtë frymë ka dhe motra. Ke një motër? Po, kam një motër, Ka më të vogël. të njëjtin model tëndin motra? Do me thënë, ka përqafuar të njëjtin rrugtim? Po, të njëjtin rrugtim. Do me thënë, ideja është e modelit familjar që është deri diku e trashëguar, të themi. Po. Edhe motra, do të thënë, është e njëjta me mua, punon për të mbulosh penzimet të saj, atë universitetin, gjërat që ajo dëshiron, sepse do me thënë, është modeli që neve na kanë dhënë prindrit, që nëse neve kemi dashur të bëjmë diçka, ata nuk kanë thënë jo. Nëse dëshiron ta bësh, bëje. Që kanë lënë ta provosh. Po, absolutisht. Por kanë thënë që shiko se nëse ti do bësh këtë, ka këtë pasojë. Do thënë çdo gjë ka shkak pasojë. Po, dhe kanë thënë nëse ti je aftë të ndërmarrësh pasojat e kësaj gjëje, vazhdoje e lirë. Dhe ndaj që familja është një mbështetje shumë e madhe. Suport shumë. E nëse rikthehemi përsëri tek familja. Me motrën si ke marrëdhëniet? Zihesh? Atëherë, këto kemi qenë shumë të vogla. Ke diferencë me të? 2 vite. Që nge afër. Po, afër. Unë motrën e kam më shumë si shoqe. Se sa si motër, farmaci. Farmaci, prap tek mjekësia, po, absolutisht. Motrën e kam si shoqe, themi çdo gjë me njëra tjetrën. Dhe me thënë dhe sekreti më të vogël e ndajmë. Nëse unë do thoja që kam shoqe të ngushtë, vë motrën të parën. Po të shoqëria si ke marrëdhëniet e ti, beson? Je e zhgënjur? Jam e zhgënjur nga shoqëria. Pse? Jam e zhgënjur nga shoqëria sepse do me thënë, secili do me thënë, okej, mund është një moment që Viola më rikrah mua, di sekretet e mia, gjërat e mia, dhe unë di të Violës. Por vi një moment që për një gjë shumë të vogël, të hedhin poshtë. Të hedhin poshtë në kuptimin që nëse din diçka, vene thonë, e përhapin, më kupton, mendojnë për veten e tyre. Është, do me thënë, në kohët e sotme unë mendoj që nuk ka një shoqëri të sinqertë. Po ti je shoqe mirë, Efi? Me sa njohun veten time, po. Pra, nëse do me thënë, unë e prish shoqërinë me dikë, gjërat që më kanë thënë, apo që di për ta. Ngelen? Po, ngelen. Ngelen aty dhe nuk hapen, nuk shkojnë në një vend tjetër. Të ka ndodhur të kërkojnë mundësira të dyta? Absolutisht. Si reagon, si pret, si mirë pret? Është po i njëjti ritëm që vazhdon aty ku e ke lënë, apo jo. Është riformatuar mështë? Jo, atëherë është shumë e vështirë ta nisësh përsëri aty ku e ke lënë. Është më saktë, unë nuk jam njeri dy fytyrsh. Unë jam shumë njeri i drejtë.
Pra, nëse unë kam një problem me tyja, ta them në sy. Shiko se unë kam këtë lloj problemi, nuk më pëlqen kjo që bën apo kjo që thua, ta them në sy. Nuk ta them pas shpine. Dhe për mua shumë e vështirë domethënë që ta nis, domethënë çdo gjë ose ta rinis aty ku e kam lënë. Për mua nuk ka vlen. Funksionon të kaq drejt për drejt në këtë botën, Se pastaj bota gjithkush e gjykon në këndvështrimin e vet. Jo shpesh herë, nuk funksionon. Sepse thonë që ti je shumë e rezervuar, në thoja, shumë E tërhequr, po, domethënë nuk është. Unë mendoj domethënë shpesh herë që neve që jemi të drejtë, ndonjëherë nuk kemi aq shumë favore sa njerëzit që nuk e kanë këtë lloj gjëje. Është e vështirë në kohët e sotme të jesh kaq i drejtë. Edhe nëse ti analizon gjithë këtë situatën, se pak a shumë bashkë biseda edhe me shikuesi të bën të analizosh vetë realitetin, do të duhet që të ndryshosh. Sa e gatshme je? Për të ecur, për të arritur qëllimet e tua, ndoshta edhe për dikë që mund ta duash ose të dojsh shumë. Por që të kërkon të ndryshosh, sa gati je mendon se mund të jesh? Atëherë, për dikë që e dua, nëse dikush të do, dhe do të pranoj si që je. Nuk do kesh nevojë të ndryshosh për të. Fare, absolutisht. Unë mendoj që dikush që të do të pranon ashtu si që je, pa dashur të ndryshoj asgjë tek ty. Të jesh vetvetja. Kështu që unë mendoj që sa e gatshme jam. Nuk është se jam aq e gatshme me thënë të drejtën. Më pëlqen kjo që jam, që të jem me drejt për drejt me njerëzit, që të jem sa më e hapur, sa më e thjeshtë. Unë nuk ndryshoj dot, mendoj që nuk ndryshoj dot. Nuk e ndryshoj dot të vetes time e të qenurit të drejtë me të tjerët. Po, ka dhe... Ndërkohë që Efi po fliste, po reflektoja edhe dikush tha që ai që s'është i gatshëm të ndryshoj paktën ose të përmirësoj disa gjëra të vetes për të përshtatur me realitetin ose me botën, nuk e bën dot as kërkesën që bota të ndryshoj për të. Dhe faktikisht këto mendime kisha ndërkohë që të dëgjoja, por që tek e fundit do të ngelet zgjedhja. Zgjedhja ngelet edhe për ju që na ndiqni, të jeni para ekranit të Blues dhe të vazhdojmë bisedën vetëm pas pak. Gjithçka fillon këtu me përkushtimin dhe pasionin. Për çdo tryez një shije pa krahasueshme. Mirë se vini në Regina Bakery, nga fura jon drejt në zemrën tuaj. Nxitoni për takimin e radhës. Qose jemi vonë, na duhet një taksi. Regina Taxi për një udhëtim të sigurt, të shpejt dhe komod. Automjetet tona eco-friendly gati për t'ju shërbyer 24 orë në ditë. Shkoni në destinacionin tuaj me Regina Taxi. Numër kontakti 068 99 77 777. E në atë që askush nuk e shef nga jashtë, po ti e përjeton çdo ditë, me ndjenja, me emocione, por dhe me luftë të brendshme, e me shumë zgjedhje për të bërë, jemi përsëri në këtë takimi se çfarë nuk tregojnë femrat. Çfarë nuk tregon Efi jemi faktikisht? Efi, pse stomatologji? Atëherë kam pasur shumë mundësi zgjedhjeje, por më ka pëlqyer si deg, është deg e bukur, është deg që mëson shumë, realisht mëson shumë, duket sikur është e vështirë apo sikur është e frikshme, për disa është e frikshme. Po, varet se si e përmbosje me do. Për disa është e frikshme. Për disa është e frikshme, por mua më është dukur deg e bukur. Është realisht, domethënë, nëse futesh në botën e mjekësisë, mjekësia
në vetvete është e bukur. E ke bërë një zgjedhje me plot vullnet tëndin apo e ke pasur të sugjeruar ose ndoshta të E kam bërë me trashëguar? vullnetin tim. Në ndërsa zgjedhje e ke bërë? Do të thënë kush ishin tre të parat? Tre të parat për mua kanë qenë juridiku. Po. Si Juridiku i çdo famshëm. mendoj se si çdo student. Edhe në brezat e mia ashtu ka qenë. Po. Deka e parë ka qenë juridiku, Tiranë Vlorë. Juridiku, financa, ekonomiku dhe pjesa e menaxhim biznesit. Mirë se i ke bërë pak vlerësimet në lidhje me tregun, duket e ke studiuar mirë tregun që këto po eci. Po. Por që edhe stomatologjia po ecën, po funksionon. Po ecën, po funksionon. Po funksionon. Po funksionon. Po se di pse kam përshtypjen që stomatologjia dhe të qenit nesër pas nesër një notar ose një avokat do që të kesh një parantezë, domethënë në familje, apo e kam të gabuar si koncept? Unë nuk kam aplikuar në asnjërin nga to, që të kuptohemi, unë jam mirë këtu ku jam, që të di të flasë rrjedhshëm edhe kaq. Atëherë, po, është e vërtet që kush ka pasur, domethënë, që ka zgjedhur stomatologjia apo juridiku, kam pasur dhe mbiemrin e ose famshëm. dikë që ka qenë krah tyre. Por që unë kam zgjedhur që të jem ndër të parat stomatologe në familje, do thoja. Ti futesha mjekësisë, domethënë, ishte realisht zgjedhja ime. Të frikson? Të frikson kur mendon për të ardhmen apo të emocionon që do kesh klinik tënden, do kesh emër tëndin, absolutisht do kesh trajnimet e merituara, si e shef të ardhmen? Po, atëherë... E mendon shpesh është ideja? Po, e mendoj shpesh. E mendoj shpesh dhe më emocionon më shumë se sa më frikson. Më emocionon sepse unë po përpiqem që të jem dikush dhe në një të ardhme kur mendoj domethënë që do jem ajo doktoresha Efrosini, është realisht shumë gjë e bukur. Është krenari, të bën që të mos heqësh dorë nga gjërat që ti dëshiron. Është gjë vërtet shumë e bukur. Çfarë shpesh herë ndodh që mos të kuptojnë njerëzit për natyrën ose për karakterin tënd? Je e keq kuptuar në atë pjesën? Atëherë, për pjesën që unë jam e keq kuptuar, njerëzit nuk kuptojnë ndonjëherë kur ti ke ato ditët tua që dëshiron të rish vetëm, që dëshiron të kesh atë qetësinë tënde. Njerëzit ka thënë ditë që nuk e kuptojnë, absolutisht. Kur je e lodhur dhe domethënë, sa shpjegoj, kur ke nevojë të rish me veten tënde, njerëzit nuk e kuptojnë që ti ke nevojë domethënë dhe të jetë një moment që të rish vetëm, pa bërë asgjë. Të ndodh shpesh ta kesh një ditë të tillë gri? Ndodh shpesh. Por që absolutisht jam unë përsëri ajo që e motivoj veten për të vazhduar përpara, për të ardhmen. Unë e di që këtë podcastin tani, po e marr risu. E di që këtë podcastin me Efjen e ndjek edhe familje saj, do t'i përshëndesim. Por, te kjo pjesa, nuk e di në sa sekonda ose minuta jemi, ti do t'a kalosh shpejt e shpejt që mamin e babin mos të dëgjojnë, se ti je e rritur mjaftueshëm për të bërë dhe për të kuptuar diferencën. Edhe studion, edhe punon, ke kohë për dashurinë? Atëherë, shumë e vështirë, domethënë dhe të punosh, edhe të arsimohesh, dhe të kesh në të një kohë edhe një marrëdhënie, edhe një shok. Po, por që është gjë e bukur. Kush të do vërtet, e gjen kohën për ty në momenti që ti je e lirë. Nuk është egoiste kjo? Duhet të gjej kohën ai kur ti je e lirë. Shiko, unë mendoj që edhe unë do ta gjej kohën për të kur ti je ai i lirë, më kupton? Funksionon për të dyja palët. Për të dyja palët kjo gjë. Për të dyja palët kjo gjë. A je kuptuar ti në këtë pjesë? Po, le të themi që po. Në marrëdhënien në thënë që kam pasur, po, kam qenë e kuptuar. Tani me snesh, pa në dëgjuar njëri aty larg. Je dashuruar? Ja. Çfarë të bën ta dashurosh të dikush? Ta dashurosh atë njeriu?
Atëherë, është e vështirë domethënë ta përkufizoj tamam me një fjalë ose me një fjali, po që njeriu, unë mendoj që dashuria është shumë e bukur. Në vetvete është shumë e bukur. Domethënë, të duash dikë, të doj dikush, është realisht domethënë shumë gjë e bukur. Por mendoj që në ditët e sotme, Viol, njerëzit duhet të jenë pak më mendje hapur për sa i përket kësaj pjese. Çfarë mund dashuroj tek dikush? Sjellja. Mënyra se si sillet me mua, si sillet me të tjerët. Kjo për mua ka shumë rëndësi. Domethënë, Më shumë rëndësi se vetpamja? Je një njeri që i kushton rëndësi ose vlerëson dikë nga pamja, nga aparenca. aspekti, nga aparenca? po, e vlerësoj dhe nga aparenca, por unë mendoj që Të ka ndodhur më fal që të kesh një djalë të mirë, në kuptimin që e dim vetë kur themi të mirë, Po. por estetikisht jo ai profili yt, jo korniza jote dhe e kundërta. Çfarë zgjedhje mund të bëje ti në këtë rast? Të drejtën. Të drejtën. Atëherë, shiko, mua më ka ndodhur që kam pas një djalë me thonë që nuk ka qenë i bukur për t'u parë, për ka pasur një sjellje që realisht për mua ka thënë shumë. Kanë qenë gjëra të tjera që absolutisht nuk kanë funksionuar, por që për këtë pjesë Pra zgjedhja është prapë sjellja te karakteri. Po. Flet hapur në familje për këto zgjedhje ose për këto pëlqime në jetë? Po. Është hapësira, domethënë e ke krijuar këtë komunikim me prindërit e tu, me motrën patjetër, se më specifikove që motrën e ke shoqe, e ke motër dhe e ke të parën në çdo gjë. Në çdo gjë. Po me prindërit është e vështirë kjo të thyrje tabus Efi? Atëherë, ka qenë. Domethënë, flasim në moshën ku kam qenë 18 apo 19. Por që edhe ata e kanë kuptuar që ka ardhur një kohë që e kanë kuptuar domethënë që vajza ndoshta do ketë edhe një shok, edhe një marrëdhënie. Dhe le të themi e kanë përshafuar këtë mendim. Nuk do thoya që babi është shumë mendje hapur për sa i përket kësaj teme. Edhe mami. Domethënë mami ka thënë madje që nëse ke një shok, ma thuaj, e kupton. Bok që ta di. Bok që ta di, po, të ketë dieni, mos ta marri vesh nga të tjerë. Fiks. Dhe shoqë domethënë e kanë përshafuar mendimin që neve jemi të rritura. Goxha të rritura që të kemi një shok apo të kemi një marrëdhënie. E mendon se dashuria vjen në moment të duhur apo kur je gati ti? Si e shikon këtë relacion? Atëherë, dashuria për mendimin tim vjen kur ti nuk e pret. Dashuria, madje do thoya që më e bukur është kur ti nuk e pret. Kur të vjen papritur, kur ti nuk e kërkon. Kur ti je në një fazë domethënë që shikon gjërat e tua, punët e tua dhe vin dikush nga hiçi dhe thjesht domethënë çdo që dhe çdo që prishet. Ka prishet të rutinën atë qëtësin. Është e vërtetë. Adrenalina, pastaj fillojnë flutrat. Është e vërtetë. Flutra në sy, flutra në stomak, flutra në mendime. Është e vërtetë. Je larguar nga njerëz që nuk t'i japin energjinë e mirë? Po. Ke distancuar shumë të tillë? Po. Kam distancuar shumë njerëz. Drejt për drejt apo me takt apo me shmangje? Atëherë, unë mendoj që e bëj shkëputje me takt. Me takt, Tu je diplomatike? Po. Ka pas dhe raste që kam shkëputur çdo kontakt, domethënë direkt, si me thik. Por që unë mendoj që në këto zgjedhje që kam bërë, kam marrë mendimin, kam bërë gjën e drejtë. Kam menduar për vete? Kam menduar për vete, po absolutisht kam menduar edhe për personin tjetër, për shoqen apo për dikë tjetër, po. Kam menduar edhe për atë, por mendoj që para vetes tënde. Çfarë nuk fal? Në çfarë kuptimi, çfarë nuk fal? Në gjithçka, në shumë çka.
Në shumë çka. Në shumë çka. Do me thënë, këtu është kufiri im dhe këtu nuk kalohet. Ku e ke kufirin? Atë mua nuk më pëlqen njerëzit që janë dy fytyrësh. Madje më të them është një gjë që unë e urrej. Do me thënë, unë përpishem do me thënë që të jem do me thënë, ajo Efi që, okej, vërtet do me thënë, përpiqesh të jesh me njerëz sa më e hapur, sa më e dashur, sa më e komunikueshme, por vjen një moment do me thënë që kur ti kupton këtë pjesën e pafytyrësisë që kanë njerëzit, jo të gjithë, absolutisht, po pjesa e pafytyrësisë që kanë njerëzit sot është lë për dëshiruar. Po. Mendon ti se arritja personale ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë edhe në rrethin tënd shoqëror? Po. Ndikon. Ndikon, por u kam kuptuar më saktë që sa më pak miq të kesh, sa më ngushtë jetë rrethi jot shoqëror, aq më mirë është. Aq më mirë është. Në ditët e sotme flasim gjithmonë. Gjithmonë, patjetër, në realitetin edhe në shoqërinë në cilën jemi pjesë. Efi, çfarë të bën të ndihesh në shtëpi tek dikush? Tek ky ambient i punës, ndoshta tek shoqëria jote, ndoshta tek një partner. Atëherë, të jem vetvetja. Të jem vetvetja, sidomos do me thënë tek një partner, të jem vetvetja, të më doj dhe ta dua pa kushte, pa ndryshuar asgjë tek njëri tjetri. Kur zgjedh veten në të gjitha ato herët, sa herë mund të ndihesh fajtore që zgjedh veten? Pyetje shumë e bukur, Viola. Atëherë nuk jam përpishem të po punoj madje ende që të mos ndihem fajtore në moment që unë zgjedh veten para dikujt tjetër. Absolutisht që do thonë njerëzit që është egoizëm, por që është më mirë të zgjedhësh veten. Është më mirë të zgjedhësh veten që të ecësh përpara. Të bësh një hap përpara. Në cilën fazë të jetës je tashmë? Me një fjali. Atëherë, do ta përkufizoj si transformim. Kjo Efi që është sot, nuk do jetë do me thënë nesër. Pra, Efi po transformohet në kuptimin e plot fjalës. Dhe kjo është gjë më e bukur, mendoj. Po rritesh? Po, absolutisht. Absolutisht. Po ajo pjesa që do të mos preket, kush është? Edhe pse faza ecën përparon. Jemi në tranzit. Të mos preket. Ajo ana ime e mirë. Ajo pjesa do me thënë që përpishem të jem gjithmonë e mirë me njerëzit e çiltër, e dashur. Vetëm kjo pjesë dua që të mos preket nga ky transformim. Unë të falenderoj. Faleminderit ty, e dashur. Këtë çiltërsi që sot edhe shikuesit pan tek ti, të shikojnë për pak vite, ashtu si dëshiron Efi të jetë në profesion, por edhe afër publikut, pse jo? Shumë faleminderit, e dashur. Nga Efi dhe Viola, ju përshëndesim nga çfarë nuk tregojnë femrat.